e njohin. I thashë shkojnë të mbështetin Spakun, sepse unë jam njeri i ligjit, kam qenë me ligjit, zbatoj ligjit. Vllai tim që më ka bërë 9 do ta ndeshkoja, as diskutohet fare kjo punë. Nuk bën dy fjalë se rrugët e jetës ndahen, zgjidhen. Si thon vëllezër jemi shok si jemi. Dhe ai më tha që jo se kemi hatë se vjen në një legodet me gure na prish neve imazhet e tjera. Ama kishin shkuar. Dhe ajo që më bëri përshtypje. Shumë prej tyre të porositur me bindje absolute, apo kanë probleme direkt me Spakun vetë. E sulmuan Spak. Me fjalë fyese e tjera. Mitë e mi, është shumë e vështirë të vërtetosh një krim, vetëm nëse e zën flagrancë. Duke vrarë apo duke vjedhur apo diçka tjetër, kurse vjedhjet që bëhen sot kushtetarët janë vjedhje inteligjente dhe që mezi gjëjnë 20 prokurorë gjykatës janë atje, e shumta, dhe kanë gjithë Shqipërinë në kurriz. Dhe ti ja dërgon vërtet atë librin që ka bërë ky kryeminist atë dosin e famshme të projekteve të Kodiun, por që të filloj ai, ti duhet të çosh prova. Ti e ke çuar materialin, po s'ka vetëm atë, ka të tjera të mbartura, se s'po del gjysë Sali Berisha, që këto duhet me procedurë të shpejtuar, të mos i dhënë shpresë atij më për ta mbyllur historinë. Kurse këta e kanë fyrë, atë i dëgjova ato fyrjet, atëre po i them shkurt. Populli shqiptar sot ka 3 aleat të mëdhej. Shtetet e Bashkuara të Amerikës 1, Bashkimi Evropian 2 dhe strukturën e posaçme antikorrupsion 3 që quhet SPAK. Këta janë mbështetësit tanë më të fuqishëm, të tjerët bien poshtë total. 1-2 mund ta kudasin atë strukturë, se ka bërë punë gjigante në këto vjet. Të jashtëzakonshme, se nuk mendoj kur që një ish president Republikët ta arrestoj të futej brenda për abuzimet që ka bërë me djersën e popullit, shoqët e tij, familjarët e tij, ministra, kryetar bashkish. E dini shumë mirë juve se sa njerëz janë arrestuar dhe do arrestohen. Por ato nuk bën gati punë të dorës. Është shumë e vështirë. Ndaj këto zëra i quaj zëra që janë kundër demokracisë, që ndëshkojnë demokracinë. Kush punon SPAK? E dini? Është Byroja Kombëtare e Hetimit, janë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nga Bashkimi Evropian, specialistë janë aty brenda, që nuk shpëton gjë. Nuk këta tanë të tjerë, nuk është se kanë ndotur librin çfarë duan ta. Ata merren me çdo dosje i ke aty prezent. Kështu që këta që bëjnë shumë janë zëra të këqij dhe nuk duhet besuar në mënyrë absolute. SPAK-u është strukturë ka treguar vetë që është e paanshme, nuk ka lidhje askush si afrosh dot. Por, si thot bravo, si them dhe unë, duhen prova ligjore. Okej, ti do të shosh materialet, ata do të merren me hetimin. Po ato hetimet të zënë shumë kohë. Nuk sa që lehtë miq. Ndaj, të mos e kemi dorë kurrë në mbështetje që kemi për ata. Është 90% e popullit me SPAK-u. Restu kanë probleme me ta. Unë po të kishte probleme do heshtje, të pak minimalisht, nuk do i sulmoja. Kurse këta guzojnë